Në Stjarë të Delvinës, kujtimet e 46 viteve për kushtim në mosimdhënie mbeten gjallë përmes rrëfimit të Fisnik Sulejmanit. Ish mësuesi që jetën ja kushtoi arsimit, kujton me mall kohën teksa punonte me nxënësit, sfidat e kohës dhe vitet e punës. 46 vite për kushtim si mësuesi ciklit të ullët janë dëshmi e një dashurie pa kushte si për mosimdhënien, ashtu edhe për fëmijët. Fisnik Sulejmani lindi në Sarand, pasi kreu aty shkollën fillore dhe të mesme, në Vlorë u diplomua për mësuesi, profesion që do ta ushtronte gjithë jetën e do ta donte fort. Në rreth 5 dekada punë, dha mësim në disa shkolla, por vitet që kujton me nostalgji janë ato të shkollës Stjarë të Delvinës. Rastësia do ta çonte aty, por lidhje e veçantë që krijoi me nxënësit bëri që të jepte mësim në këto banka për plot 16 vite. Filloren e kam bërë në shkollën e parë që ka qenë shkolla e vjetë, ka qenë te sotis Këndi i Lerave me dorë. Aty pranë ka qenë shkolla me vjetre Sarandës. Ka qenë që në Kotë Zogur, ka qenë shkolla fillore e qytetit Sarandës. Atëherë e kishim si rregull, si detyrë që kur vite koha që bëje shtati që marrë shtati çare, bëja kërkesë në seksionin arsimit për 3 deg. Dhe unë hodha atëherë për mësuesi, për Politekumin shtatë nëntori, për mekanik dhe për doktor, për mjekësore. Tani unë kam marrë këtu në janar të vitit 1974. Dhe kam marrë me dëshinë time. Kam qenë, para kësaj kam qenë selegar, dhe këtu që një shoku im, një Skënder Bani. Ai kishte një hall familjar dhe më tha, po si ta ndroj, më tha mua, unë atë isha vetëm. E dakord tash, e ndrojmë dhe e ndrova me të, ram dakord edhe me seksionin arsim. Erdha këtu dhe që nga një janar i vitit 2014 deri në shtator të vitit 1988, kam qenë këtu mësues që vajta rreth 14 vjet plot. Kishte nga të gjitha vendet e Shqipërisë paga shumë. Të rreth Sarandit dhe Delvin po edhe nga Shqipëria kishte plot banor. Fshati banuar me plot njerëz dhe unë të them të drejtën ndjeja veten shumë i këtu. Edhe me kolektivin që gjeta, ishte shkolla fillore dhe kopshti këtu. Vareshin nga Bajkaj atëherë në 74 që erdha unë. Duke ecur në klasat që dikur ishin të tembushura nga fëmijët, ish mësuesi 75 vjeçar, kujton me dashuri brezat që ka kaluar në mësimdhënie. Puna nuk ishte gjithmonë e lehtë në një fshat me fëmijë pa mundësi ekonomike. Hera herës, ai thotë se duhet t'i blinte mjete shkollore apo të ndante ushqimin me ta. Vështirësitë e kohës nuk kishin fund, por as pasioni i tij për mësimdhënien që te kalonte çdo pamundësi. Tashti nxënësit këtu ishin vendas pothuajse të gjithë, ishin nga Stjarri. Kishte edhe do një që vinte nga Bamatati. Disa të tjerë ishin vendas këtu dhe se kishin problem fare. Ndërsa ne ishim një pjesë e mësuesve ishin nga Saranda dhe nga Delvina dhe vinim me Urban. Tani problemi që me Urbani, nga një Urbani spunonte në orarin e dur, vinte i ngarkuar plot, nuk ndalon në stacion dhe detyroheshim edhe presim të vinte Urbani tjetër apo të kalonte koha sa më e gjatë. Unë i doja jashtë dhe unë i doja shumë fëmijët, se ata s'kishin asnjë faj, ishin të pafajshëm, s'ka më të pafajshëm se sa fëmijët. Për mendimin tim dhe për bindjet e mia, ashtu. Por unë përpiqesha që ata të kishin një ambient sa më të mirë, të kishin një marrëdhënie sa më të mirë të shkëlqyera me njëri tjetrin. Nuk me vetë mirë, po unë më të shumte edhe ose e mirja prapë me vete, se në pushim të madh sa dishte kohë as për ta ngrënë as për ta shuse dhe kishte raste që ndalim edhe me fëmijët. Kur hanim vetë dhe kur kishim një fëmijë që nuk kishte gjendje të mirë ekonomike, mund ta jepnim dhe ta ndihmonim nuk ashtu, nuk kishim ndonjë problem të madh për atë. U ka patur dhe raste të tilla që tregon dhe ne për ata përpiqeshim që t'i ndihmonim sa më shumë. Unë për ata që
ishin në një gjendje jo të mirë ekonomike për shkak, u hapja dhe silolapsa, u hapja vetë silolapsa me tubo bakri, edhe me fut një rezervën dhe silolapsa, këto ishin silolapsa që bënin ne. Fletore, u blenin fletore, kur s'kishin ndonjë fletore, u blenin vetë. Fisnik Sulejmani punoi si mësues deri në vitin 2014, por me keqardhje, thot se pas 90-s, mosimdhënia ndryshoi. Pasi, të bësh një krahasim të tillë, është pak e vështirë. Se janë të tjera kuçet e të tjera protagonistë që marrin pjesë dhe kanë ndërtuar këtë shoqëri. Në vitin 91, 92, 93, 94 mirat pas në këto demokrasi, për mësuesi vajten nxënësit më të dobët, me një mesatare të ulët edhe me pak kërkesa për punën e për atë. Prandaj që mua më duket sikur ka rënë niveli i arsimit nga shkaqet në atë kohë. Nga sistemi më pasën, unë kërkoj që të ndryshojnë marrëdhëniet me mësues zënës. Duhet të ndryshojnë pak më tepër se zënë shumë tepër liri zënësve. Më shumë të kenë më shumë vullnet për të punuar, për të zbatuar në mënyrë sa më korrekte të gjitha detyrat që i takojnë zënësit dhe mësuesit. Dhe të forcohet disiplina në shkolla. Të forcohet shumë disiplina se mua më kalon përshtypje jo të mirë disiplina në shkolla. Në këto kohë të fundit, ka një farë shturje në arsim. Për Fisnik Sulejmanin, puna e tij si mësues është pasion i jetës së tij, ndërsa sot në pension flet me mall për nxënësit, ndërsa shpesh viziton shkollën nga e cila ruajti kujtimet më të bukura të karrierës në Stjarë.